që gërshërët e Zotit vendosen edhe për të prerë, edhe për të krastitur. Po shohim këtë, që në vargoteten ato që është përgëzimin e Perëndisë. Do kur shohim që jemi po qëndrohemi tek Perëndia, po kemi një gëzim për ta dashur Perëndin, për të bërë perëndishmërinë. Edhe një tjetër është kjo. E shikon që Jezusi po na fton në një marrëdhënie organike, se do të qëndroni në mua, edhe unë në ju, edhe do t'i japim frutë. Jezusi nuk po na fton në një marrëdhënie vetjake, po na fton që të qëndrojmë me të, edhe ai me ne, edhe të vazhdojmë. Do Jezusi po na fton në miqësi. Po tani apo rritemi në miqësi me Perëndin. Kur një shok na thotë diçka, jemi të gatshëm ta bëjmë, të bindemi. Tani edhe Jezusi po na fton në këtë marrëdhënie, që kur na urdhëron të bëjmë ato që duhen bërë, të mos na vijë sikur po na vijë nga ai që s'kemi fare lidhje, ose muhabet edhe të themi jo. Kështu që urdhërimet e Jezusit si të vinë? Si një barë që gjithmonë gjen një arsye për të mos e bërë, apo si kënaqësi, se po të fton Jezusi të ecësh me të. Edhe pastaj pam edhe këtë që dashuria e Zotit. Do Jezusi çfarë tha në vargun 19? Do këtë duke zbatuar do të më doni. Edhe në këtë mënyrë do ta kuptojmë që më doni për shkak se po i zbatoni fjalët e mia. Tani ndërsa shkojmë në fundi është kjo, që Jezusi thotë në dyshim, çdo shërbimt që është në mua, që nuk jep fryt, ai e kaput. Ndërsa çdo shërbimt që jep fryt, ai e kastron dhe e pastron që të japë më shumë fryte. Tani, është mundur kjo. Është mundur kjo që